Selamu alaikum të dashur miq, po takohemi bashkë këtu te emisioni Kolazh Javor, do të sjellim në vazhdim për mbledhjen javore të emisioneve të ndryshme që janë realizuar gjatë kësaj jave. Po fillojmë me ditën e parë. 5 këshillat e Ahmed Demenhurit u sollën në emisionin Oazë e Urtësisë, ku Hoxha Sedat Islami ndau urtësi dhe porosi që nxisin përmirësimin, moralin, sinqeritetin në vepra dhe përkushtimin në rrugën e besimit. Derisa letrat që i dërguari alayhis salam u dërgoi udhëheqësve të kohës ishin tema e emisionit Ky është i dërguari im, ku Hoxha Nisrama u ndalte përmbajtja dhe mesazhet e tyre, duke theksuar urtësinë dhe metodën profetike në përcjelljen e thirrjes islame. Allahu i madhruar i ka vendosur 5 gjëra në 5 të tjera. E ka vendosur krenarin në bindjen ndaj tij, nënçmimin në mëkatin ndaj tij, autoritetin dhe prestigjin në namazin e natës, urtësinë në barkun e zbrazët dhe pasurinë në të kënaqurit me atë që Allahu të ka dhënë. Pra janë 5 gjëra që janë vendosur në 5 të tjera. Dhe siç e pam, kanë rëndësi këto gjëra nga se ndikojnë në formimin ton edhe shpirtëror, por edhe njerëzor. Kush është më krenar dhe kush ka nder më të madh se sa ai që ndahet nga njerëzit për t'u veçuar vetëm për atë në dorën e të cilit është çdo gjë. Pra arsye pse ne kërkojmë krenarin në fe, është nga se po e lusim atë në dorën e të cilit është çdo gjë. Po lusim Allahun te bareke ve teala. Po i drejtohemi atij që nuk mundemi pa të. Po i drejtohemi atij që nëse kundërshtojmë, rrezikojmë për buzjen dhe nënçmimin. Po i drejtohemi atij që posedon çdo gjë, që ka mundësi për çdo gjë, i cili e bën krenar një të përbuzur dhe e bën të përbuzur një krenar që ka zgjedhur ta kundërshtoj Allahun te bareke ve teala. Mëkati është rrugë që sjell vetëm përbuzjen dhe nënçmimin. Pra çdo kush që ndjek rrugën e gabuar, që lajthit nga rruga e adhurimit, le ta dinë se ka ndjek në rrugë që pashmangshëm do ta ketë nënçmimin dhe përbuzjen në të. Kjo për faktin se krenaria nuk është duke u kërkuar në burimin e vet. Pra ai që kërkon, ai që bën mëkat, ai ka shmang rrugën e krenarisë, ai ka shmang rrugën e vlerave. Është sikur dikush që ndëruar vëllezër kërkon për ujë të pishëm në një grop thëngjilli. Letra që i dërgoi pejgamberi sa të ndëruar shikues ishin letra të dedikuara udhëheqësve të mëdhenj të asaj kohe. Si për shembull i dërgoi letër Herakliut. Herakliu që ishte në Damask, më thonë nga udhëheqësit e Romakëve, në atë kohë Bizantit të njohur që ka qenë e njohur, dhe pejgamberi alajhissalam i dërgoi një letër me një përmbajtje shumë domethënëse, madje të panjohur deri në atë kohë që në këtë mënyrë të komunikohet mes udhëheqësve. I dërgoi pastaj edhe mbretit e Persisë, Kisras, i dërgoi edhe Mukaukesit, mbretit e Egjiptit. Pejgamberi sa i dërgoi edhe atij letër. Edhe të tjerëve që ishin nga mbretnit e udhëheqës e njohur të asaj kohe. Në letrën që pejgamberi i dërgoi Herakliut, tha kështu pejgamberi: Bismillahirrahmanirrahim. E filloi letrën me Bismillahirrahmanirrahim, që të kuptojë se letra është e veçantë, specifike. Nuk po flet në emër të vet. I dërguari Allahut mënduar edhe thot ila Herakl adhimir Rum. Letër dedikuar Herakliut të madhit të Romakëve. Shko pejgamberi ja përmeni titullin, nuk e nënçmoi, nuk e përbuzi, por tha i madhi Romakëve. Është vërtet, të Romakët ai ishte i madh. Ishte, domethënë, i madhnuar, ishte i respektuar. Dhe me këtë titull ju referua pejgamberi alayhi salatu wasallam. Edhe ndër tjera i tha
Salamun ala man ittaba al-huda. Paqja e Zotit qoftë mbi ata që ndjekin udhëzimin e duhur. Unë të ftoj që ti përgjigjesh thirrjes islame, shpallës së Zotit mënduar. Aslim taslim. Nështrohu dhe shpëta. Nështrohu Zotit xhallahu ala, jo pejgamberi. Nështrohu Zotit xhallahu ala dhe shpëton. Pastaj tha yu'tika Allahu ajraka marratayn. Ta pa Allahu shpërlimin 2 herë. Pse 2 herë? Për shkak se ky është i krishter. Ka besuar në pejgambert e mëhershëm dhe në Isauin alayhis salam. Prandaj shpërlimin që ka besuar tek Isau do ta kishte, dhe ky shpërblim e merr vlerën nëse beson në Muhammedin alayhis salam dhe i dyfishohet shpërblimi. Allahu thot: "Thuaj o Muhammed, drejtoju i thtarët librit." Kush janë i thtarët librit? Te krishterët dhe çifutët. Drejtoja atyre duke thonë, ta'alu, ejani bashk të bashkohemi tek një fjalë, kelimetin sawa, të një fjalë. Cila është ta fjalë? Hajde po bashkohemi tek një fjalë. Hajde po bashkohemi te një kuptim, te një koncept. Bashk po bëjmë nga sa duhet jemi bashk. Cili është koncepti? Allahu tha, en la na'budu illa Allah wa la nushrike bihi shay'a. Që ta adhurojmë vetëm Allahun e manduar, vetëm Allahun të adhurojmë dhe mos t'i bëjmë atij shok në adhurim. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dhe asnjëherë mos të lejojmë që ta trajtojmë duat të njëri tjetrin si Zot. Njerëz nuk mund të jenë Zot. Zoti nuk është njeri. Sado që mund të ketë veçori specifika të veçanta, mbetet njeri. Zoti nuk personifikohet në njeri. Adhurimi në dritën e Kuranit ishte tema trajtuar në emisionin Thellësitë e Kuranit me Hoxhën Osman Bekteshi, që shpjegoi konceptin kuranor të adhurimit. Në anën tjetër, frikë respekti ndaj Allahut ishte tema e emisionit Kopshti i devotshmërisë, ku Ilir Ademi së bashku me Hoxhën Hajredin Dizdari trajtuan rëndësinë e këtij virtyti në jetën e besimtarit. Allahu i madhrishëm përmes Kuranit na tregon se çështja e adhurimit është çështje e përgjithshme. Fillimisht kur i qaset thelbit të qëllimit të jetës, e që tregon se është adhurimi, e përmend me term përgjithësues, duke thënë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", unë nuk i krijova e xhinët dhe njerëzit për gjë tjetër përpos që të më adhurojnë mua. Pra Allahu nuk tha përpos që të falen për mua apo të agjërojnë për mua, por tha përpos që të më adhurojnë mua. E ka përmendur me term përgjithësues. Kjo edhe në kuptimin gjuhësor, por në kuptimin përmbajtësor, tregon se adhurimi përfshin çdo gjë jetësore, pra çdo dimension jetësor. Pastaj ajeti tjetër ku thot Allahu: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj Muhammed gjithëve pa përjashtim se namazi, kurbani dhe jeta ime e vdekja ime janë për Zotin e botës. Kur Allahu na urdhëron që të adhurojmë atë dhe askë tjetër përpos tij, ai realisht na nderon me nderimet më të larta. Sepse kjo para së gjithash është mëshirë nga ana e tij për ne. Është mundësi e ngritjes, e përndritjes. Është mundësi e përmbushjes së nevojave dhe kërkesave tona jetësore. Dhe kjo as pak nuk nënkupton për atë se Allahu është i nevojshëm për ritualet tona. Absolutisht jo. Vetë Allahu në hadithin kutsi tregon, thotë: "Edhe sikur i pari dhe i fundit prej jush", pra nga njeriu i parë që ka ekzistuar, deri tek i fundit të ekzistoj, edhe sikur gjindet dhe njerëzit të bëhen gjithë bashkë dhe të kenë një zemër të devotshme, kjo nuk do të shtonte prej madhështisë së Allahut. Por në anën tjetër, edhe sikur i pari dhe i fundit prej jush, edhe sikur gjithë njerëzit dhe gjindet të kishin një zemër të ligë, të keqe, kjo nuk do të paksonte asgjë nga madhështia e Allahut. Dhe forma kryesore që dëshmon para të se sa adhurues jemi dhe çfarë adhurues jemi është mënyra se si ne adhurojmë Allahun. Pastaj, krahas mënyrës është edhe shpirti i adhurimit, që është sinqeriteti. Dikush mund t'i di të gjitha. Nuk ka besimtar musliman që nuk e di që Allahun do të më adhuroj sipas Kuranit dhe Sunetit. Po a janë gjithë adhurues të sinqert? Kjo është çështje tjetër pastaj.
Vetë Allahu në Kur'an thot se Allahu duhet m'ju afru, duhet m'ju qas, duke mos i bërë shirk atij në adhurim askë dhe asgjë, e kjo dëshmon për sinqeritetin, për niyetin, por gjithashtu thot se duhet t'i afrohemi Allahut përmes veprave të përcaktuar nga Allahu. Dhe kjo dëshmon për përputhjen me Kur'an dhe me Sunet. Prandaj edhe këtu i kanë nxjerrë dietarët dy kushtet bazë të pranimit të një vepre, që të jetë sinqerisht për Allah dhe që të jetë në përputhje të plotë me mesazhet e Allahut. Këto janë sinjale që një besimtar po e adhuron si duhet Zotin. Sinqeriteti në adhurim. Frika ndaj Allahut duhet të karakterizohet me devocion. Pra nuk mundet njeriu që ta ketë frikë Allahun dhe në një farë forme siç e përkthejnë njerëzit në mënyrë të gabuar të smerrohet prej Allahut. Jo, kjo është e pasakt. Njeriu duhet ta ketë frikë Allahut dhe kjo frikë të shoqërohet me devocion. Pra njeriu t'i friksohet Allahut sepse Allahu është ai i cili e ndëshkon nëse ai kryen ato veprimtari që Allahu i ka ndaluar. Pra në këtë formë njeriu ta ketë frikë Allahun dhe të mos kryej ato të cilat Zoti i ka bërë ndaluara. Pra Allahu është autori i këtij krijimi. Është krijuesi i gjithësisë. Dhe normalisht i takon vetëm atij drejta që të vendosi kufit për njerëzit, se çfarë duhet bëjnë, se çfarë nuk duhet bëjnë, se ku duhet shkelin, se ku nuk duhet shkelin. Dhe kjo frikë që njeriu duhet të ketë ndaj Allahut Azza wa Jall duhet të shoqërohet me devocion, dhe duhet të jetë një frikë e cila afron atë tek Allahu, duke e larguar prej veprave të këqija dhe duke e bërë atë prej vepër mirëve. Allahu Dhul Xhelal e përmend Kur'an duke thënë do ju sprovojmë thot juve me diçka nga frika. Pra e bën njeriu të kuptojë që ai është qeni e dobët. Pra ka përmendur Allahu dhe në ajete të tjera ku njeriu është krijuar i dobët. Khuliqal insanu dhaifa, pra njeriu është krijesë e cila ka nevoja të caktuara. Dhe frika është ndjenjë e pashmangshme e njeriu. Pra njeriu sa të doj të largohet frikës, ai e ka brenda vetes tij. Njeriu i trembet apo i friksohet asaj që nuk e kupton, apo i trembet dhe i friksohet të ardhme se nuk e di se si do vijë, aty hyn pasaj ankthi, ku njeriu në një farë forme apo një tjetër është i papregatitur për atë që do vi. Për këtë arsye mbështetet dhe Allahu dhe ka tewakkul, ka mbështetje, ka përulësi ndaj Allahut Azza wa Jall, duke u mbështetur Allahut tek ajo për cilën ai është si thua që pa përgatitur se çfarë do të vi dhe se si do i vi dhe se si do i duhet atij të reagojë. Frika ndaj Allahut i bën njeriu të mundur një jetë të shëndetshme shpirtërore. Imam Ahmedi përmend duke thënë frika dhe shpresa, të dyja thot duhet të jenë në balancë. Pra nuk mundet njeriu të ketë shumë frikë dhe të heqë një farë forme dorë nga shpresa, dhe nuk mundet thot njeriu të ketë vetëm shpresë dhe të mos ketë frikë Allahut. Dhe kanë përmendur dietarë të tjerë që njerëz të cilët e adhuruan Allahun vetëm me dashuri dhe harruan të shpresonin tek shpërblimi i tij dhe harruan të friksoheshin nga dënimi i tij, devijuan. Njerëz të cilët e adhuruan Allahun vetëm me shpresë, por harruan e adhuruan Allahun me shpresë, harruan ta donin Allahun dhe të friksoheshin atij. Dhe këtë tillë njerëz thon dietarë devijuan. Dhe patën njerëz të cilët e çuan çështjen në ekstrem, harruan dashurinë ndaj Allahut, pra që duhet të kenë për Zotin e tyre, shpresën që duhet të kenë ndaj Allahut për shpërblimet që ai jep dhe që i bën besimtarët banor xhenetit, dhe thotë adhuruan Allahun thot vetëm me frikë. Përmendin dietarët që të tillë njerëz e çuan çështjen e adhurimit të Allahut, pra raportin e njeriu me Allahun në ekstrem. Figura e Abdurrahman ibn Aufit u trajtua në emisionin Këta ishin shokët e profetit. Aty Hoxh Bajram Karabek u ndal tek jeta, virtytet dhe kontributet e këtij sahabiu, ndërsa shitja e shërbimeve dhe të drejtave autoriale u trajtua në emisionin Fiton Ndershëm me Hoxhën Rasim Haxha. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u taku dhe ja paraqiti Islamin Abdurrahman bin Aufit, pasi që Abu Bekri vetëm se e kishte ftuar në Islam dhe i kishte treguar për Islamin dhe i kishte thënë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi wasallam kur e pa dhe e kuptoi se ky djalosh i ri, ky djalosh i pjekur, veç se vendosi që ta besoj këtë fe dhe ta ndjek këtë rrugë,
ja ndryshoi emrin dhe e quajti Abdurrahman. Abdurrahman. Për këtë edhe Abdurrahman ibn Auf është i njohur me këtë emër, saqë shumë pak e njohin emrin e tij që e ka pas derisa e ka pranuar Islamin. Abdurrahman ibn Auf rahimahullahu wa radiya an ju bashkangjit karavanit të muslimanëve qysh në ditët e para të thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ibn Auf kur erdhi në Medinë nuk pat asgjë nga ajo që posedonte në Mekë, familja e tij, nga pasuria dhe pozita. Erdh si i huaji, si një muhajgjer, si një ishpërngulur në një vend që nuk kish as kënd aty dhe nuk kish as një lloj pozite ai apo familja e tij aty në Medinë dhe filloi jetën e tij si një i varfër, si njëri i rëndëm, si njëri nga muhajgjerët e thjesht. Sa'd ibn Rabi' radhiyallahu anhu tha Abdurrahman ibn Auf. O vllau jam, mirë se ke ardhë, mirë se të ka pru Zoti. Çka posedoj une e ki gjysmën e sajte. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu i tha, o vllau jam, Allahu të shpërbleft, Allahu të paguft për këtë mikpritje. Tha Zoti dhasht bereqet ty, e familje sate, e pasurisë sate, e shtëpisë sate. Mu më intereson është me tregu ku është tregu juaj në Medinë. Ku është tregu juaj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bën dua për Abdurrahman ibn Aufin, që Allahu mjashtu të mirat atij dhe familjes së tij, dhe thot spaku të bëna neve me një darkë po them kushtimisht thera një këngë, bëna një darkë, një aheng. Dhe Abdurrahman ibn Auf veproi ashtu dhe prej aty tutje duaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kish efekt të fuqishëm, po gjithashtu edhe puna e pandalur dhe e vazhdueshme Abdurrahman ibn Aufit, saqë Abdurrahman ibn Aufi shumë shpejt arriti që të jetë nga tregtarët më të mëdhenj të Medinës dhe të jetë nga ata të cilët shquheshin me pasuri të mëdha. Kontratën e shitjes së shërbimeve, mon shërbimi, që e ta kryen dikush, a është produkt apo nuk është produkt, a ka vlerë në treg apo nuk ka vlerë treg, a mund shitet dhe të blehet apo nuk shitet dhe blehet, gjithashtu dhe të drejtat autoriale. Mon janë disa njerëz të cilët kanë kriju imazh, kanë kriju famë, ose janë botë të njohur në treg, qoftë për shkak të produkti që afrojnë, qoftë për shkak të brandit, qoftë për shkak të famës që afron vendi ku zhvillon biznesin, dhe më thonë, këtu janë të drejta të tyre autoriale, dhe më ata i kanë zhvillu këtu. E tash këtu a trajtohen si artikuj, si produkte, që bën me i shit dhe bën me i ble, bën me bo tregtime tu, apo nuk bën. Të gjitha format e shitjes që ndodhin sot, shitja e brandit, shitja e famës tregtare, shitja e emrit, do ndikush e shet emrin, me cilin ka bo buj dhe ka bo emër në tregje, e shet, dikush tjetër e shet drejtën autoriale, dikush tjetër e shet licencën, që ka zbulu. Unë ka zbulu diçka dhe ka marrë licencën se është zbulus. Atër e shet këtë licencë dhe e merr dikush prej agjensioneve, prej firmave, që pastaj punon me licencën e tij. Ose, qysh ka ndodhur të kalumen, që disa biznese për shembull për me zhvillu u dosh me pas një person aty që është i diplomum i fushës. Për shembull, nuk mundet me hap banature pa pas dikan që të bën që mbikëqyr e që është i diplomum në farmaci. Tash dikush i afron këto shërbime. Çka i afron? Ja afron edhe ja shet diplomën. Atëherë do të thonë kjo është produkt, kjo është artikull se në bazë të saj pastaj e zhvillon biznesin, normal që ky pastaj në bazë të marrëveshjes duhet edhe me mbikëqyrë dhe duhet me kontrollu edhe barra e mbarvajtjes në banature bie mbi to, mirë po, do të thonë thjesht si licencë shet. E kështu që nëse programeri vjen dhe thotë kam një program caktuar i cili ta ndihmon në kryimin e punëve, vlerësimeve, në nxjerrjen e statistikave, shërbime të ndryshme, edhe ka këtë çmim.
Plotësisht është e drejtë e tij, për arsye se është mund, është lodhje, është punë e tij, qoftë lodhje fizike, qoftë lodhje psiqike, domthonë thjesht ka bo mund dhe është lodh për ato dhe e shet pa fije problemi. Gjithashtu edhe planët e ndërtimtarisë që i bën arkitekt. Domthonë thjesht aty janë do letra. Do letra, do vizatime, dikush mund të thonë vizatime të thjeshta. Mirë, po mbi çat vizatim pastaj vazhdon ndërtimi. Edhe shiten, sot domthonë shiten planët. As nuk është themel, as nuk është beton, as nuk është material ndërtimor, as nuk është absolutisht thjesht, është vetëm ide ose plan ideor se çysh ka mund bë ndërtimi. Edhe për ata, domthonë ka vlerë në treg, edhe shitet sot, edhe arkitektët e kanë çmimet e tyre. Çfarë duan gratë nga burrat ishte tema e radhës e trajtuar në emisionin Familja me Enklit Belarin dhe Hoxhën Ahmet Kalaja, të cilët u ndalën te pritshmëritë dhe nevojat në marrëdhënie bashkëshortore, duke theksuar rëndësinë e respektit dhe mirëkuptimit. Në anën tjetër, figura e Sumejës, dëshmorës së parë në Islam, u trajtua në emisionin Gratë në kohën e pejgamberit me Ilir Ademin dhe Hoxhën Ferit Piku. Aty pra në këtë emision u përmendën edhe personalitetet tjera që u sakrifikuan për të mbrojtur të vërtetën që është Islami. Faktikisht çfarë kërkohet për tyre si të jenë në raportet bashkëshortore, po unë ky jam nuk ndryshoj dot. Nuk ndryshoj dot. Pra, mund të jetë nga gratë shprehje që ky burrim nuk ndryshon, po mund të jetë nga vetë burrat që vëlla unë kështu jam tani nuk ndryshoj dot. Qartë. Nuk ndryshoj pse u martova, po duhet më ndryshu vëlla dhe duhet më ndryshu sepse je martuar. Deri dje ke pas jetë më ndryshe, ke pas obligime më ndryshe, ke pas detyrime më ndryshe, ke pas le të themi një mënyrë se si sillesh komplet gjë tjetër, ndërsa sot ke hyrë në një ortakëri e cila fillon këtu edhe vazhdon edhe në xhenet. Gruaja, siç e ka krijuar i Madhi Zot, pra ka krijuar të tillë që është shumë, le të themi, tek pjesa emocionale. Dhe mashkulli këtë gjë duhet ta marrin në konsiderat. Ndërkohë që mashkulli ka natyrë, le të themi, më shumë si më thënë, matematike të gjërave, po femra është tek pjesa e shpirtërore, tek pjesa e ndjesive. Për këtë arsye në gjithë hulumtimet, po të lexosh, po studesh, gjithë përmendin këtë pjesë që i thon arabisht el atife. Pra ndjenja, Pra ti duhet të jetosh me ndjenja, ti duhet durosh ndjenja, ti duhet le të themi të shprehësh ndjenja. Dhe ky është një problem tjetër mashkullor, le të themi, që nuk shprehen. Domethënë nuk i shprehen ndjenjat e tyre. Domethënë ai mund të sakrifikojë jetën për bashkëshorten e tij. Ai e sheh atë si gjën më të vyer, më të shtrenjtë të jetës. Mirë, po këto gjëra i man gjitha për brenda. Kam thënë një herë unë diku, ore, nxirre thesarin që ke brenda, sepse fjala, shprehja, pra e ndjenjave ndaj bashkëshortes është domethënë dhurimi i thesarit brenda teje. Është e vërtetë që ne meshkujt ndoshta jashtë shtëpisë flasim shumë, e më thojë na marrin fjalët kur shkojmë tek shtëpia, por se ky nuk është faj i grave. Ne duhet të kuptojmë që gratë bile madje edhe ty të lehtësohen shumë gjëra në momentin që flet me gruan për le të themi për përditshmërinë tënde. Qartë. Pra edhe ty të lehtësohen sa gjëra sepse ajo do të kuptojë që ti ke ngarkesë, ajo do të kuptojë që ti ke le të themi probleme, ajo do të kuptojë që ti ke shumë halle, edhe do të jetë ndihmë e jotja, do të japi një mendim, do të kuptojë le të themi mungesat e tua në detyrimet që ke ndaj saj, sepse kupton hallin, ngarkesën, stresin që ti ke dhe ajo do të bëjë një tërheqje nga ana e saj.
edhe bashorti i saj, po ashtu dhe ai vuante jashtëzakonisht, sepse këta ishin edhe nga shtresa që nuk kishin imunitet, nuk kishin mbrojtje. Nuk kishin mbrojtje, pra nuk ishte pjesë e fisnikërisë së qytetit. Nuk ishte pjesë e fisnikërisë. Funksiononte ai ligji që edhe nëse dikush ishte bërë musliman, por ishte nga pjesa e elitës fisnikërisë që kishte mbrojtje, sipas ligjeve fisnore, ata mbroheshin dhe ruheshin, ndërsa Sumeja dhe bashorti i saj nuk ishin prej kësaj kategorie, kështu që ishin dhe kategoria më e përvojtur. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i shihte ata dhe ju dhimbseshin jashtëzakonisht, por nuk kishte fuqi t'i mbronte. Dhe i thoshte sabran ala Yasir inna maw'idakumul janna. Durim o familja e Yasirit, premtimi juaj është xheneti. Pra me ju takohem në xhennet, nuk kam fuqi t'ju ndihmoj. Nuk e kishte a e kishte të lehtë profeti këtë familje, burr dhe grua, të pambrojtur, të pas një mbështetje, të shihte teksa torturoheshin, sepse ato vuanin në tortura, nuk është se thjesht ju kishte folur dikush diçka kundra fesë, apo i kishte bullizuar, apo kishte përdorur dikush islamofobi ndaj tyre. Jo, ata vuanin fizikisht, i shihte po nuk kishte fuqi. Vetmja gjë që kishte ndorë ishte pikërisht ky ngushëllim, duroni o familja e Yasirit. Ju duhet të duroni në këtë sprovë, por premtimi juaj është xheneti i Zotit. Sumeja është dëshmorja e parë në Islam. Thuhet se Abu Jehli shkon tek ajo, sepse mirë thash kur bëheshin musliman burrat, po kur dhe gratë bëheshin muslimana, ata mendonin që me pak presion mundet që gratë të tërhiqeshin dhe i kërkoi asaj që të heqë dorë nga besimi që ata quhenin tradhtia e besimit të parëve. I kërkoi asaj, po ai tha nuk heq dorë. Kam gjetur të vërtetën, nuk heq dorë. Ai në zemrim e sipër, në mbllef e sipër, nxori ato që thuhet heshtën e tij dhe e goditi dhe e vrau atë. Prandaj është gjaku i parë që është derdhur në tokë si dëshmor, në Islam është gjaku i Sumejes. Dëshmorja e parë është dëshmorja e Islamit, quhet ajo, është për të shërbyer dhe për të kuruar të plagosurit, njihet ndryshe si luanesha e Uhudit, pjesëmarrje fizike për të mbrojtur profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por bashkë me bashortin tim dhe 2 fëmijët e mi shkuam dhe rrethuam profetin sallallahu alaihi wasallam dhe u munduam që me trupat tanë ta mbrojmë trupin e tij. Një person kishte ardhur nga Meka, Ibn Kami'e quhet ai, apostafat për të vrarë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo që i doli përpara ishte Maimare. Dhe ai e goditi fort atë, saqë ai ka patur një shenjë në qafën e saj dhe gjithmonë e tregonte, një shenjë të thellë që nuk u rregullua, po themi, një plagë të madhe që nuk u mbush kurrë me mish. Bashkë me bashortin e saj dhe me fëmijët e saj, thash u bën si mburoj e trupit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo është goditur disa herë atë ditë. Ka patur mendon rreth 13 plagë në trupin e saj. Imagjinoni një grua e cila fizikisht mbron profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Madje transmetohet se ajo e mbrojti trupin e pejgamberit alaihi wasallam dhe s'kishte mburoj, se s'kishte shkuar për të luftuar, nuk kishte mburoj. Në të luftoje në atë betejë pa mburoj. Mbajtja e fjalës dhe rëndësia e saj në jetën e njeriut u realizua në emisionin e Thëna e pa thënë me Hoxhën Ekrem Avdiu, me cilin u ndalëm të vlera e besnikërisë ndaj premtimeve dhe përgjegjësisë që mbart fjala e dhënë. Ndërsa rehatia e shtëpisë mes mobilimit dhe besimit ishte tema e trajtuar në emisionin Më ka mësuar Islami me Hoxhën Bleri Musliu, i cili foli për kuptimin e vërtet të një shtëpie të begat. Burri a i han fjallët, po është pyetje, edhe nuk është e panjohur, po është kogja e ranë, sa herë dëgjojmë, gjithë na vjen zor me u përballë me situatat këtilla, për arsye se nëse pyetja ka të bëjë me neve personalisht, atëherë sigurisht të krijohet situata e pakëndshme, se mbase dikujt i kemi thonë diçka, i kemi premtuar diçka dhe një farë mënyre nuk kemi zbatuar. Kështu thonë disa. Pse po i han fjalët, thotë po fjalët e mia po i ha. Realisht nuk janë fjalët tua, te fjala e thon, jo vetëm kuptimin e premtimit, por në kuptimin e përgjithësisë, në përgjithësi, bojar fjala e thon
është e jotja derisa ti e ke halon menaxhim në kuptimin jetu e mendu, jetu e formulu, jetu e blu, që thojnë të na, mirë po akoma nuk e ke thonë. Në momentin që e thu, ajo mo nuk është e jotja. Thonë, nëse se mban premtime, nëse si mbajmë na premtimet edhe zotimet me njëri tjetrin, korritemi. Në është kështu apo jo? E humbim ftyrën. Atëherë nëse Zotit i kemi premtu diçka, ose i jemi zotu për diçka, se funit, çka mundëm me i premtu në Allah të fuqiplot? Çka mundëm me i dhonë në Zotit, kur gjo? Për çka ka nevojë Zotit që kemi ne, për kur gjo heq, absolutisht. Mirë po njeriu ngutet edhe zotohet për gjëra të ndryshme, sikur me dasht me e josh Allahun, o Zot, nëse më ndihmon, unë kam e bë këtë edhe këtë. Edhe në momentin që e thu, tash po kalojmë edhe në aspektin juridik fetar, që dallon. Deri tash folëm për ato që tham juridikisht s'ma ke borxh, edhe nëse ma ke premtu një gjë, ndërsa tash nëse i je zotu Zotit për diçka, dhe ai zotimi është zotim legjitim edhe korrekt, jo për me bën ndonjë gjëna, me thonë, o Zot, nëse ma largon këtë smundje, unë kam e agjeru për ty 3 ditë. Ose, o Zot, unë kam e hy nesër në provim, nëse ja provimin, kam e agjeru 2 ditë. Qatë agjerim se ke pas borxh deri në qatë moment që e ke thonë. Në momentin që e ke thonë, e ki borxh, e ki obligim, sikur Ramazane. Në këtë rast tash, kjo puna zotimit. E zotimit, mos përmbajtjes e zotimit është shumë më e rëndë se sa ai në rrafshin horizontal. Po, menoj që gjithmonë ka qenë sfidë me majtë fjalën, nuk është lehtë. E tash, a jemi të sfidu... Më e letë mos me mbajt fjalën tash. A jemi të sfidu, po, besoj që kjo puna e si me thonë, nivelit të fuqisë së prezencës së virtyteve në një shoqëri, mundet me pësu ndikimet rrethanave, që i bie njerëzit gjithmonë kanë qenë të thirrur me majt fjalën edhe me majt besën, po në situata të caktuara sikur ka ra pak ai niveli mesatarës, edhe në këtë kohë të cilën po jetojmë, mbas edhe ka ndodhur një gjë e tillë. Edhe kjo menoj se ndodh për shumë arsye, në mes tjerash, ndoshta ka me tingëllu çuditshëm, po shpresoj të mos më keq kuptoj askush, në mes tjerash mendoj se edhe për shkak të mirëqenies njerëzit fillojnë masane dhe mos më majt shumë fjalë, thonë për shembull, valla unë i premtova filan, po hajt për se gjindet dikush ja kryen atë punë. Nëse flasim për ato familje të cilat brenda tyre jetuan njerëzit më të mirë, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do t'i shohim se ato nuk ishin shumë katre. Pran dyrëve të tyre nuk ishte vetura të shtrejtë të parkuara. Gratë të tyre nuk bënin gara në bizhuteri, e as në zbukurime. Ato burra dhe ato gra, nuk që prioriteti i tyre, as pushimi e as luksi. Pa i nënlesuar ato si të mirat jetës, por në ato familje e në ato shtëpi kishte rahmet, kishte mshirë, kishte mirëkuptim, kishte dashuri. Nëse flasim për ato familje të cilat brenda tyre jetuan njerëzit më të mirë, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do t'i shohim se ato nuk ishin shumë katre. Pran dyrëve të tyre nuk ishte vetura të shtrejtë të parkuara. Gratë të tyre nuk bënin gara në bizhuteri, e as në zbukurime. Ato burra dhe ato gra, nuk që prioriteti i tyre, as pushimi e as luksi. Pa i nënlesuar ato si të mirat jetës, por në ato familje e në ato shtëpi kishte rahmet,
kishte mëshirë, kishte mirëkuptim, kishte dashuri. A është rahatia në komoditet? A është rahatia në familje? Në mobilet të cilat ne i rregullojmë brenda familjes? A është rahatia në familje në rregullimin e dizajneve, për dizajneve më të mira dhe më të shtrejta që rregullojmë? A është rahatia në familje posedimi i një shtëpie me bazen? A është rahatia një familje sot ku secili antar duhet të ketë dhomën e tij? A është rahatia në familje sot ku secili duhet të ketë pavarësinë e tij materiale? Nuk po them se këtu nuk bajnë, por lutja dhe këshilla dhe trajtimi që po kam dëshirë me e bazë bashku me juve shikues të dashur është me e mendu të gjitha këto ti që i ke arrit, a kanë sjellë rahatin në familje? Atëherë duhet ta kuptojmë dhe duhet ta rishikojmë edhe një herë se ku gjendet rahatia dhe lumturia e familjeve tona. Mësimbesimi veror si mundësi për edukim, përvetësim vlerash dhe angazhim të fëmijëve u trajtua në emisionin Këndi i Diskutimit, e aty kishim të ftuar Hoxhën Qemal Sopi, me cilin kemi folur për rëndësinë e këtyre programeve në formimin fetar, moral dhe shoqëror. Në anën tjetër, figura e Isait a.s. ishte prej temave që u shtjellua gjatë emisionit Popujt e Kuranit, ku Hoxh Muhammed Dërmaku ndalte jeta dhe mesazhi i tij, duke sjellë mësimet kuranore rreth njërit prej profetëve më të përmendur në Kuran dhe thirrjes së drejtë të besimit në Allahun. Një traditë e gjatë t'jep edhe përvojë të gjatë, natyrisht edhe pjesën e kënaqësisë shpirtërore, satisfaksionit, natyrisht edhe anën tjetër të sevapit. Kjo është një kontribut që hoxhallarët anë e kënd botës ose në veçanti tek ne anë e kënd Kosovës bashkë me mualimet, mësuesit që kujdesen për mësimin e fëmijëve, e kanë dhënë dhe janë duke e dhënë dhe tani vese ndodhemi pothuajse në kulmin e kësaj pjesët që është tani duke ndodhur. Disa prej xhamive kanë mbaruar kursin veror, disa kanë ndarë në disa pjesë, disa të tjerë presin që xhamia më afër ta mbaron kursin, ndërsa tani ata të fillojnë me aktivitetin e radhës në mënyrë që të mos përsëriten gjërat e njëjta. Prandaj, ky kurs rezulton të jetë më i suksesshëm ose ky angazhim më i suksesshëm deri më tani. Domethënë edhe të marr parasysh edhe vitet paraproke. Kur e nalna edhe e dëgjoj një fëmijë, madje ka herë ta merr edhe kohën e pa kuptim, po ka me thonë ai diçka, se kanë dëgju prindrit, kohë gjatë, se ka dëgju mësusja, se kanë dëgju rrethi, se kanë dëgju shoqëria, edhe ti të thot ty diçka dhe e vren shpesh nuk din me t'i lidh dy fjalë ose dy tregime që ku e nisi ato me këto, por megjithatë ka diçka për brenda që e mundon, po edhe ka nevojë për me qitë edhe me thonë çato. E vren për shembull në momentin kur ti ndalesh edhe dëgjon atë fëmijë, ai pastaj ka me qenë aktiv sikur se ata më të mirët e klasës, e kemi qartë. Domethënë përfitimi i zemrës ose zgjimi, domethënë atij fëmijë në nivel tjetër, ndodh ka herë fillon prej momentit kur ti ndalesh edhe dëgjon atë si ligjërues, varësisht ai hoxh, ai mësuese të shkolla apo të xhamia. Domethënë kjo është lun rol shumë të madh. Prandaj mendoj se nuk do të jetë syllabusi, kurrikula, plan programi për gjithë secilin veç. Se mësimet fetare janë statike. Çto mësime që sot i mëson shahadetin, mëson elhamdulillah, mëson namazin, kjo ka me përcjell gjatë të jetës. Edhe nëse Allah ka dhënë 90 vjet mosh jetë në këtë botë, edhe këtu kanë me përcjell edhe mas asaj moshe. Këto mësime kanë me përcjell deri ta takon Allahun e tij. E kemi qartë. Ndërsa mësime tjera sot i mëson, disa tjera mund të ndryshojnë. E kemi qartë prej kohës në kohë. Prandaj atyre ju them që ndash me pas fëmijën tënd. Edhe për këtë botë, edhe për pleqërinë tënde. Se Islami e mëson që fëmiu me qenë i bindur ndaj prindit të tij në gjitha situatat.
Ngjarja e Isait alayhi salatu wassalam zën vend shumë në Kur'an. Nuk mund të themi sa Musai dhe sa Ibrahimi, por megjithatë përmendet shumë në Kur'an dhe që është interesante, pra nëse e tham familja e Imranit, pra përmendet dhe një sure quhet familja e Imranit, Ali Imran, një sure tjetër quhet surja e grave, pra suretun Nisa, një sure pas këtyre prej sureve të gjata, pra është surja e Sofrës. E Sofrës që do të bëjmë të qartë ndërkohë në halka tjera, se për çfarë sofre bëhet fjalë, por kemi të bëjmë me Isain alayhis salam. Ajo sure nuk është që krejtësisht fund e kryt flet për Isain, asesi ka shumë çka flet ajo sure prej temave të ndryshme, por ajo që për ne është me interes të thuhet se emrin e ka marrë nga sofra që është e njoftën si sofra e Isait alayhis salam. Isain alayhis salam tashmë si profet, si pejgamber i cili do të kthehet tek populli, tek Beni Israilët nga një vend i ngritur lart ila rabwatin dhati qararin wa makin, në një vend të ngritur i cili kishte stabilitet të jetesës dhe kishte ujë të pishëm e të rrjedhshëm. Pavarësisht ku ishte ai vend, Isa alayhis salam tash pas devijimeve të shumta do t'i kthehet Beni Israilëve në thirrje, dhe natyrshëm që thirrjet nuk janë krejtësisht unike, nuk janë krejtësisht të njëjta, dhe secili pejgamber ka mënyrat dhe metodat e veta se si i ka bërë ato thirrje. E Isa alayhis salam për t'ju treguar atyre se kishte mbështetje prej Allahut xhelle xhelaluhu, dhe sikur përmendëm nga mosha, Isa ka qenë i ri, si i tillë do duhej që të dokumentonte me moshën e tij të ri që është profet pejgamber. Ndonë se vetë ardhja e tij në jetë, ndonë se vetë lindja e tij ishte mrekullinë e vete, e sidomos kur ai kishte folur në djep, por megjithatë ai ka nevojë për të mbështet me mrekullitë të tjera të cilat Allahu xhelle xhelaluhu ja sjell atij, se Isa alayhis salam i shëronte të verbrit. Kishte një smundje që është edhe në ditët e sotme smundje, që dikush mund të lindet me sy të zbardhur, në kuptim nuk i duket se e ka atë zezën e synit me cilën sheh. Isa alayhis salam e kishte po ashtu me lejen e Allahut këtë mundësi që t'i shëronte të smurit, që kjo ishte e pamundshme për mjekët e asaj kohe. Është e pamundshme edhe për mjekët e sot. Pra nuk është se sot mjekësia këtë e ka gjetë modelin, mënyrën se si t'i shëroj. Pra kjo sot po t'ishte është interesante. E mos lasim në atë kohë kur Isa alayhis salam kishte mundësinë dhe asin që ti shëroj të verbrit. Jo vetëm kaq. Argumenti tjetër, argumenti i tretë dhe të jetë interesant është Isa alayhis salam shëronte një sëmundje të lëkurës që është el ebras, dhe që të gjitha Allah kur ja përmend këto thot bi idhni, do t'i ke shëruar me lejen time. Zemra përkujtuese ishte tema e radhës që solli këtë javë Hoxha Elbasan Zani gjatë emisionit Zemra mes sëmundjes dhe shërimit. Ai u ndalte rëndësia e përmendjes së Allahut dhe ndikimi i saj në qetësimin, pastrimin dhe forcimin e zemrës së besimtarit. Ndërsa në emisionin tjetër Fjala që udhëzon, Hoxh Gentian Mara foli për mbulimin si shenjë e devotshmërisë të besimtarit. Pra që gjuha jote të jetë e lagur në përkujtim ndaj Allahut Azza wa Jall. Që gjuha jote të lëviz së bashku me gjitha ato qelizat që përbehet në përkujtim ndaj emrit më të bukur, Allahut subhanahu wa ta'ala. Ta përmendesh me emrin Allah, se emri më gjithë përfshirës i Zotit. Ta përmendesh me emrin Rabb,
ai që është furnizuesi, krijuesi dhe harmonizuesi. Ta përmendesh me emrin Ar-Razzaq, ai që sjell rrezikun. Të therrasësh me zë të lartë, ja Qawi, o i lartë madhërishme, o i plotfuqishme. Ja Afu, o ti që i shlyen dhe ja zgjësën të gjitha mëkatet. Ja Rahim, ja Rahman. Pra, përmend emrat e Allahut Azza wa Jall, se cilin varësisht prej nevojës që ti e ke. Ose ta falenderosh Allahun Azza wa Jall duke thënë Elhamdulillah, që është njëra prej formave të përkujtimit të Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Ose ta përmendesh Allahun Subhanahu wa Ta'ala duke falenderuar atë për mundësinë që ta dha për jetën, kur të zgjohesh në mëngjes, të thuash asbahna wa asbahal mulku lillah. Jemi zgjuar dhe çdo gjë i takon Allahut, sundimi dhe çdo gjë i takon Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Dhe kur të flash, ta përkujtosh Allahun Azza wa Jall për të mirat që ti ka dhënë dhe ta falenderosh atë për ditën që e kalove, e shumë prej njerëzve të tjerë nuk arritën që ta kenë pra zemrën e tyre të gjallë në atë ditë, ose ta kenë trupin e tyre të gjallë në atë ditë. Andaj, pra dhikri me fjalë është falënderimin ndaj Zotit me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të larta, duke falënderuar atë, duke lartë madhëruar atë dhe duke ja përmendur të gjitha të mirat që i bën ndaj neve. Kurse dhikri i dytë është dhikri me zemër, i cili jo shpeshherë edhe shprehet me fjalë. Dhikri me zemër, të nderuar vëllezër besimtar, do të thotë ta përmendesh Allahun Azza wa Jall nga thellësia e zemrës. Pra gjithmonë të jetë Allahu Azza wa Jall prezent në zemrën tënde. Dhe këtë ka ndarë në tri sfera. E para është të meditosh mbi argumentet e njëshmërisë së Allahut Azza wa Jall, me emrat e tij dhe atributet e tij. Dhe të gjitha këtu mund të gjejmë në shumë ajete kuranore ku Allah Azza wa Jall tregon për krijimin e qiejve dhe të tokës, tregon për ndrimin e ditës dhe të natës, për të treguar se këto janë disa prej shenjave të Allahut Azza wa Jall. Tregon për krijimin e galaktikave të ndryshme, krijimin e njerëzve dhe e gjinëve, kështu me radhë. Inna fi khalqis sama. Mbulimi është devotshmëri. Zbulimi është e kundërta e saj. Pra është të zgjedhësh ndëshkimin. Zoti Xhelel Xhelalu në Kur'anin e tij famlart kur na flet për Ademin alayhis salam dhe zonjën e tij Havan, thotë dhe ne i zbuluam auretet e tyre, pjesët e turpshme. Ai sa përcillen, domethënë se ata morën nga gjethet e ndryshme të pemës për të mbuluar. Ndaj të zbulohesh ose lakurisia është ndëshkim. Dhe ai i cili e vepron këtë vepër vet, çfarë po bën? Po zgjedh të ndëshkoj veten e tij. Aureti ndryshon nga femra tek mashkulli. Pra femra me femrën, mashkulli me mashkullin dhe femra me mashkullin apo mashkulli me femrën, me të cilën nuk ka një lidhje si kjo për të cilën flet profeti alayhis salam për bashkëshortja, dhe me rregullat e tjera të plota të cilat kanë lidhje dhe me mjekësinë, me patjetër, pra me nevojat apo me gjërat e domosdoshme. E përsa i përket auretit të padiskutueshëm ky, pra kjo bëhet fjalë edhe për namazin, për burrat është nga kërthiza dhe nëntgjuj. Nga kërthiza dhe nëntgjuj. Dhe ky është aureti të nderuarit e mi i padiskutueshëm. Kjo nuk do të thotë domethënë se duhet të jetë normativa, pra njeriu duhet të karakterizohet, posaçërisht muslimani duhet të karakterizohet nga një lloj ndjenje e turpit. Ndaj dhe profeti alayhis salam kur e dëgjon dikë i cili po i fliste një shoku i tij dhe po i thonte mos ki turp, pra ishte i turpshëm, mos ki turp, mos e tepron me turpin, mos e bëj këtë, mos e bëj atë, çfarë i tha? Dahu ve inal haya'a min al iman. Lëre tha se turpi është pjesë e besimit. Lëre se turpi është pjesë e besimit, pra mos i flit tjetër që mos ki turp. Sot e gjen djalin apo e gjen vajzën që shkon dhe i blen pantallonat,
të grisura apo të arnuara në emër të modës, nuk po flasim domethënë për përveshjet e ndryshme. Mos ja kërko Zotin diçka të tillë. Domethënë për fat keq, një veshje e tillë ka qenë mjeranëve, domethënë atyre të cilët nuk kanë. Ndërsa ti shkon dhe blen aq sa nuk bën ndoshta, vetëm e vetëm në emër të modës. U shoh një modë të tillë. Ka një normativ se si njeriu duhet vishet, ka një normativ se si njeriu duhet jetojë, ka një normativ se si njeriu duhet të respektojë venden e tij. Në veshje estetikisht sa më bukur, Zoti xhel xhelalu na flet në Kur'anin e tij famlar dhe thot khudhu zinatakum. Thot zbukurohuni, pra vishuni bukur kur prezantoni në xhami. Të dashur miq, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm të 700 me radhë përmes emisionit Kolazhi Javor. Faleminderit shumë që na ndoqët, takohemi emisioneve të tjera. Mirëmbëjtje.